sot o me 3 o me 8, çunat i kemi sjellë në Durrës, në qytetin tim. Çunat sot do të kenë 6 misione. Secili që përmbush më shumë misione fiton çmimin e madh që është 500 euro. Erdhi leku. Qa janë? Janë të ndryshme, por do t'i zbuloni avash. Por misioni juaj i parë, duke qenë se në Durrës ka shumë palma dhe ju jeni si majmun që ngjiteni nëpër objekte, do të gjeni banane. Banane. E di edhe unë duhet. Po. Kështu që do vazhdoni misionin e parë. Shpresoj që t'ja dinni. E di unë ku ka banane. Ka këtej banane. Ja, Flori. 3, 2, 1, vazhdojmë. Nuk janë atje banane. Ka këtej banane, hajde. O Flori, ku banane, o Flori. Ku banane, o Flori. Ku banane. Ku janë mërë banane? Kush i ka marrë qytetarë dursak gjitha bananet. Qa? Po lullet, pranojnë lullet. Veç majmuri gjetëm si bananet nuk janë. O vlaj, ku ka banane këtu më? Ja, vetëm për palma, ja. Ku ka palma këtu më? Hello, man. Where do we have bananas here? Do you know where bananas are? In the supermarket. In the supermarket? No, in the palm tree, bro. Megjithëse duhet me ngjuat të tuaj që thanë për supermarket, kështu që ti ikim edhe ta gjenë supermarket, bëjmë i zgjuar të tjerë. Erdhi momenti me gjetë bananën. Gjithë e dim se bananët gjenë në kontenjerët, sepse pas vitit 2015 kontenjerët në Shqipëri është rritur numri me 100%. Dhe ne do shkojmë te porti Durrësit për me gjetë banane. Por do shkoj kamufluar si një gjethe palme që e frynera. Cili mund t'jetë kontenjeri i radhës që banorët kolumbianas kanë futur bananet e tyre? Cili mund t'jetë kontenjeri? Besoj ky kontenjeri i kuq mund t'ketë shumë banane. Shumë banane. Banane! Ma një banane, 2 banane, po 3 banane? Njena 3 veta, 3 banane, fix. Janë dhe quna. Haha, fitova të parë. Faleminderit. Sa i fort janë me të parën. Nona gjeta banane, nona. Uaj, taj kontenjer si do t'i fusë do t'a qaj këj do t'qes banane. Nale. Ndalo. Më vjen shumë keq, por sfidën e parë fitoi Xhafi. Hajde, Flor, hajde. Se? Gjetë banane? Gjeti banane. Qa fletë më gjatë? Kënë bananet netu në më. Por, Trema një turist, vlla, ai më tha më ikë supermarket, A u futet e porti, u futet dhe ti? gjithsesi nuk ka mbaruar këtu. shqyqer, Kemi prap sfida tepër interesante si kjo tani. Çfarë ju vjen në mendje kur them det? Bikini. Super, do gjeni një peshk të madh. 3, 2, 1. Hajde me mu, hajde. Hajde se ata po kërkojmë pesh, ven e pa ven, s'ka përgjet kur pesh ata dy olla. Ata s'din nga t'litin gomorin, unë di nga t'litet peshku. Do gjymë për peshk me shokun. Era e dytë. Komportëron këtu o dako. Ja. Jo, ashtu i pesh desha. Nuk ka pesh. Për me gjetë peshkun e madh, thash. Do kishim ikë të gjykata rreth i Durrës për me ka peshkun e madh, por peshku i madh endet në për Europë. Parla italiano. Grande pesce. Big fish. We want big fish. Where is big fish? Parlo tu parli inglese, devi parlare italiano. Grande pesce. Grande pesce. Grande pesce. Tu hai grande pesce qua? No, Nuk ka, jo. Qa peshku ka? Ne kena gafore. Gaforre. Quhet gaforre, hyn te familja peshqve. Okej, uno gaforre, do ma falësh një gaforre se kam mision me gjetë një gaforre këtu ndu. sempre inglese. As fle shqipa tu bën vetë, ja tu bën vetë apo s'ke? Uno gaforre. Non è vivo, è morto. È pulito, capisci? Morto ka vdet? Ka vdet gaforre, nuk janë gjalla? È morto come te.
e morire. E morire. Të rroni vetë. Per il gaforre, morire. Posso con carta o cash? Ka vdek, më the kusur 9.000 lekë. Il gaforre morire, degron për ta. I përjetshëm qoftë kujtimi i Gjovalinit dhe Antonjës. Më Giovanni, si të majme në vogël, më të majme në vogël, më si ke pas të kratë e vegjel, më kapa kapi ke pas kratë e vegjel, më. Restorant? Dojmë dhe një farhile e burë tani, këtu ka peshk. Shok qa bëhet? Je mirë. Tani, dua të bashkëpunosh me mu për një detyrë të vogël. Ne kemi detyrë për të kap një peshk të madh. Ai shoku tjetër nuk e di ka kap apo jo, po unë do gjej peshk të madh më të madh që ke. Am ndihmon dot amma një peshk. Tjetër po, kemi të kocë, ka gjithë anësh. Po ky është më i madh i Durrësit apo? A ka më të madh nga ky? Tani, që paga soljesë. Jo, ky është më i madh. Më i madh, vetë ai më i madh. Ç'të do bëj? A ke ndonjë grep që gretin që ja kam kap vet? Ti tham atyre që shife se kapa vet. Mbreti peshku, shife. Ata nuk kapin dot njëun, kapa gjithë detin. Frigoriferin jos, frigoriferi këtohet. Rrofsh për ndihmë, rrofsh. Ky do shka kap me betoniere se kështu. Shife, ky ka qenë personalitet kohën e vet, ka qenë kryeministri i parë peshk, ja ku ka statuën e vet, Dom Peshku. T'ja çoj pak ti të merroj. Shok mirupafshim. Si s'gjeta herë peshk, më bëra dy që peshkoj. Po pra, unë gjeta i gaforre, gjeta dhe një midhje. Mërçuna, vështirë shumë me gjetë peshk. Nuk kisha si peshk këto të madh. E disa vujta e tërhoqa me këtë grepin e tërhoqëm poshtë. Rash pak ndetu njoma këtej. Qenë ka 7 zonë, Alti, mund të më tregosh çfarë peshku ke sjell? Unë gjeta një gaforre, s'kishte peshk, kështu që gjeta Po, peshk gaforre. të madh, këtë quan? Unë gjuj gaforre, gjallës detare quj. Da, po, kuptoj. Okej. Ai këtë e ha për vaktën e mëngjesit kur çohet, ha këtë. Shumë bukur. Ti ke sjell veten me sa po shoh? Unë jam tek pull serioz me durë në xheva. Gjithë kemi sjell nga një peshk. Si shifet qartë, sfidën ju nga shtëpia dhe ne dim kush e ka fituar. Ka fituar Flori. Urime. Keq zemra ime, e ka fituar Flori, por mos u egzaltoni sepse jeni thjesht 2 pikë para në mision. Kemi akoma misioni juaj i radhës është shumë potent. Qa ka nëllë, më? Në Durrës është një reper shumë i famshëm, që nuk është nga Durrësi, por e ka famën dhe bazën e tij këtu. Kush është ai? Zhurma. Akrepi, Vagabondi. Zhurma, ai që ka thënë zhurma. Goca se ti Durrësi ka plot, por një reper të mirë kemi nxjerrë që është Noizi. Zhurma, po. Panojnë ti pranë, çfarë Durrësit tani? Po mirë më këtu rrin, këtu e ka bazën. me bukun popullore. Sfida juaj është që të bëni mbretër, duhet të gjeni se ku është Noizi. Ku do të për drek me peshkun time do vi. Unë do shkoj me i gaforre me një midhje. Po, shkoni një, nojnë është një surrida. A është ky lokal, prit pak maci. Lokali. Ja se gjeta ajo ku. Po ju Po më. ju mërdoj. Si ju mërdaj, po ju nga Po nuk është drejtë burr. Gjithë erdhët e lokali. Qerdhe dhe ambulancët e lokali. Gjithë Çfarë pas po kanë kështu, marrë. E, o quna, e lam që do shkojmë vëndë ndryshme, që doni që vite një vëndë. se loja u kall. Gjoni pak. Që bëj? Tirit janë fikse se loja u kall. O kall, o vlla, unë erdha i pari këtu, kam kaluar rrugën. Erdha i pari me vrull, do futem direkt të kërkoj Noizin. Jo, futem Po i unë. këpusë nuk bëjë kështu. Rini pak si serioza, futeni pak si serioza.
Po si ripërnarit se koka biznesi blender. Tani çfarë bëj ka dhe punë tjera. O vlla, pronari Para vjen presim këtu. ne, kur dim ne. Pronari vjen këtu, rri 5 minuta, merr lekë të xhirës dhe hikëm. Një moment për ju. Një moment pa. Sepse e dija që do dështonin të sfidë, prandaj u adhash. Sa që thjesht që ta gjesh Noistin në Durrës. Gjithsesi me që jemi këtu, sfida juaj e radhës është të gjeni shtëpinë time. Megli nga 30.000 apartamente që ka këtu, ku ta dim ne kush është jo, nga. E Me pas radhë. pas, jeni vëmendje në bisedat tona bashkë. Na i thuj 2-3 fakte interesante. Atëherë, shtëpia ime është afër, e ka pamjen si çfarë shpreha, afër mbretit. Afër deta afër Meridian është në vit parë. Po, e ka pamjen nga deti. Është e lartë, dhe me thënë, Ka ka çfarë? full view, pamje si kur je, nuk e di. Në rooftop. Po, dhe është shumë afër këtu. Do me thënë, nuk dalin fare nga kjo zona, po ju jam i hinë. Atë, do me thënë, nuk ka lidhje fare me andej, jemi Okej, vetëm ashtu. këtej. Ka shpinë Megli këtu. Qa ke bo? E, Megli. Ku ka shpinë, diqo? Po ka shpinë e Megli. Persona kam gjuar 100 herë, po Me nuk sa ndjem- marrë pa shkollë. Në ndjemër hata, e marrë vë shkollën? Qytë pa në shkollë? Po qontën ku e ke? Dhe s'ka gjomë, ku ka shpinë Megli, ma diqo? Se di persona, ke ky pallati e di po që e kam gjuar, po. Te ky pallati? Po. Pallat me dy gjyra. Ua, jam gjeni, pallat me dy gjyra. Ku e ka hyrë? A këtej. Sir, you know the queen of Durrësi? Na falni. Ja që janë thema, ja. Thot hajde të shtëpia, ja gjen shtëpinë dhe të dera, nuk ta hap dera. O Megli. Po mirë pra, do ta gjeta pallatin me dy ngjyra, me pamje nga deti, këtu lart me pamje, tani me hap derën, lutem. Të pallati po, apo? Pallati me dy ngjyra pra që ka dalë goja. O Flori, po je gabim më se ka gjeta alti hyrje, ne jeni këtu. Oh, E gjeta me rëshqie. Bravo, bravo. Kife 100 metra në Vjeror, unë i bëna llogari. Edhe thash, pamje nga deti i vjen 4-7 e sipër. Edhe e gjeta deri pallat me dy ngjyra, ishte vetëm pallat me dy ngjyra, tjera ishte prej pallat. Plus marketi poshtë. Marketi poshtë. Plus ti e di që unë kam thënë pamje që kam në shtëpinë Durrës. Normal, edhe fituesi normal, dhe dën gjota. Bravo, bravo. Je gall tani? Jeni 1-1. Ai kush do fitoj sfidën tjetër. po futa te shtëpia tjetër, i thash ora nuk e Megli, ti tha dhon bjonde jam. Thash po ti e bjonde për ke shoqja ime. Unë gjeta gjoni. Çfarë bëj unë tani? Kom gjohë ma 100 herë. O loser sa, qetësoni, ti kape Çuna, bananen. çuna. Ti kape peshkun, unë gjeta shpinë e Meglit të vlla. Me sa duket, fituesi do zgjidhet e sfida funit. Sfida tjetër është shumë e rëndësishme. E dim. Nuk e di ai një gati. Ju, kush është një nga personalitetet më të famshme në Durrës? Një nga figura. Megli tha gjithë kur i pyetëm. Ministra, deputet, shumë Një që kemi pas të vila shumë të përhapur këtë periudhë. të përhapur. Te vila tipa e Depresioni, Figur. figur. Një që u fejua tani Zogu. Zogu. Njerëzit kanë zogun në Tiranës, ne kemi një zog më të rëndësishëm, zogun kryesor. Të tunës. Jo. Emision tjetër ai, mbretin Zog. Ju e dini që vila e mbretit Zog është në Durrës. Po. Shumë bukur. Som Keni qenë për asirë. detyrë në lokacionin që është vila e mbretit Zog të gjeni foton e mbretit Zog. Foto. Po foto ku do gjejmë? Qa foto është? Foto normale, Foto e mbretit Zog. Ju në treasure huntin tuaj duhet ta gjeni Po foton. prisë kam një ide, diu ku është. I minutë Dje të o konsultuar me kujtova. Gjushi Zog, është foto. Po ti, po ki qoftem në linjën Skype. Të cila komoditje ke lënë foton mbretit Po Zog. thonë asa si lloj gjoje, më dha. Ke dëgjuar për një foto? Ua, qa shpije pas ka pas. A ka njëri më shpi, ma? Fike që kamerë, fike se të bëjë diçka, fike. Po shpirt, shife, jam të borrit e shtëpia ime, kam dalë përgjithsohem pak këtu në borë.
Kjo është shtëpia ime, shtëpi e vogël, jetoj këtu, e përdor shtëpi pushimi e kam këtu. Shtëpi pushimi, jetoj këtu 2+1 e kam. Edhe këto, kur dusha dhe kalose vetëm jetoj, e kupton, nuk ka njëri tjetër. E fike. Ja ku jemi, tek vila e mbretit Zog, edhe tani do të fshehim këtë foton në një vend ku çunat nuk mund ta gjej. Sa shpirtrat që ndodhen këtu nuk na pushojnë. Ta fshehim diku që nuk është shumë e vështirë, që mund të gjehet, por t'i lodhim pakës. Ku ta fshehim? Ja ku është fota e mbretit Zog. Tani t'i ftojmë çunat për sfidën finale të gjejnë portretin e mbretit Zog. O, Flora. Po, sa trëmbë. Po, a di që emocioni ti e, ka të boka me qenë seriozisht mbret këtë. Po çuna sa bukur që shega më tek sa pana herë. Unë dyshoj sa kushton ky tavani ose ku. Unë do bëj pompë ama për respekt. Imagjino plak që në atë kohë me shiqa mermeri, bu, shiqa mermeri kushtueshëm, bu. Çfarë mirë, ku është ajo, ku është ai zarfi? As te shtëpia jeme nuk e kam të thonë. A shpërndana kush e gjen fiton? 500 euro. Po vetë për desha. Po çfarë më gjet tu na iku truri për vete apo? Edhe ja, jetë tani po shkoj pak te para dhoma, te kuzhina ime. Të kam thënë, hajde kalon nga shtëpia ime, të kam thënë, ka vend për ty sot dush. Hajde, unë këtu jetoj, shtëpi pushimi e kam. If you see photo, contact me, contact them, Instagram, okay? Ja, absolut. Okay. Ja. Te shtëpia mbretërore edhe foleja e Zogut ka oborr. Shife me obortar, shife si shkon. Foleja e shtëpitime është e vogël. Çfarë bën aty? Do të shih 50 euro në çdo botë. Ora çfarë është kjo? Ish karrige? Oh! Oh! E gjeta! E gjeta! Shife? Sa afër E gjeta e! Shife, kapeni Justin, ja ku e gjeta. Gjeta foton e mbretit, foton që ka qenë aty e fshehur, e gjeta ja. A fitoj lekun tani? Prej lekun. me hide. Ta-da! Hey, look my friend. No, that one. The big one with his wife. Yeah? No, that one. Yeah, you know him, yeah. He looks like Charlie Chaplin. She's the queen. Bow down to the queen, bow down to the queen. Shife, angjajnë, gjasojnë, shife, mustaqet duken. Mustaqet, shkojnë. Që shi zot, që hapta kam kërku. Come here. Si ndjeni? Keq fare apo ta. Së keq, jo, Miriam. Jam rehat. Nuk jeni të emocionuar që kemi shkelur në këtë mbretëri? E fikim tash. Kuptojmë. Gjithsesi, unë dua dhe t'ju kërkoj falje dhe t'ju përgëzoj. Nuk ka një sfidë të gjashtë, unë thjesht doja të argëtohesha pak me ju. Si që ju kam shumë gjanë. Faleminderit. Po këto sfida të mrekullueshme, këtë çek prej 500 eurosh o me 3 o me 8 e fiton Flori Thoma. Faleminderit. 500 euro çuna. Faleminderit për kontributin tuaj, pa dihet që tani me mirë fiton, por
Ju fjalës do jap një direkt tani Durrës ku dalin. Amater. Po i heq 100 euro veç për ju. Po edhe ty Megli, edhe ty Megli. Okej. Po që Edhe grupi i xhirimit, 200 euro për ju, hajde 300. Edhe grupi i xhirimit. Dhe kisha fal gjitha për bamirësi, ti tregoj një shpirt një nostalgjik i vet, nostalgjike. Ándale.